Albin Kurti. Unë besoj një populist që ja ka gjetë pullat popullit Kosovës, që është mja marë për krahjen, shpërlarje trunit, e ka vendosë Kosovën në një orientim të gabuar strategjik, pa marë parasysh se si do të shkoj situata. Populli i Kosovës ka me pagu për veprimet e tina. Po për punën në pjesën veriore të Mitrovicës, si e vlerësoni? Shësho, vendimi i Vučićit që të tërhjek administratën, policinë, sigur që është mirë, që është përdor nga institucionet e Kosovës, por ajo është ka qenë operacion sigurien, cilën kanë qenë të kyqën shumë akter. Nuk është liru vereu nga Albin Kurti. Por? Vereu është liru në momentin kur stërpt i kanë tërhek trupat për atyvit. Nuk ka vend në botë ku një zonë krimi, si që është vereu, me u shliru pa u vra asë një njeri, pa u burgos asë një njeri. Ne jem në rrezik me bo gabimet që i kanë bo për shumë popuj. Tërheqja e Izraelit nga Gaza në vitin 2006 është përdor nga Hamasi, me i thonë popullit që strategjia jone e qiti Izraelin. Po Izrael nuk o tërhek për shkak të Hamasit, po për shkak të orientimeve të tyne strategjike. Pra po thoni ka qenë orientim strategjik i Vučićit, kjo çfarë ka ndodhur në veri. 22 dhjetor, krenare, me 22 dhjetor, vitit 2022, 580 policë sërbë kanë ndesh uniformat e shtetit Kosovës, 10 prokuror, 20 gjykatës dhe krejt administrata publike. Në momentin që nik ata, o ik edhe krimi organizum, sepse e kanë ditë që mos s'ka kush me mbrojt, se nuk ka krim të organizum nëse s'ka përkrahje nga shteti. Nëse flet për anën pozitive, dhe abstrahojmë faktin, dhe abstrahojmë të tjerët që kanë qenë në proces, dhe thëjmë se Kosova e ka mbulu vakumin dhe dënë me dhonë merita, muj me dhonë merita. Po jo ma shumë.